Jo, përshëndetje gjithëve, unë jam Gafi edhe sot jena rikëthy me një video. Arsyeja që më bëj këtë video është bisha mrapa meje. Po, para se me po ju bishën komplet keni me ngu Gafin që ka pi u thot. Nëse nuk i boni 10.000 lajka në këtë video, mos keni me pos video me kjere. As kjerin tem që veshin një atje, as ato s'ku mi u qitë mo, as video me kjere s'ku me bo mo. 10.000 lajka, i boni, mirë jena. Po, ma shumë lajka më për këtë bishën. Bisha mrapa është X6. X6, 4.4, benzin, V8, biturbo, me 535. është X6 M60i i vitit 2024 që 2024 në vitin kur e kanë prodhu këtë kerja kanë bo modelin e ri 60i. Ma herët nuk ka pas BMW X6 M60i, tash e ka facelift i këti modeli. Vesh me po këto, në është të syni, hala pa kalzune që ka ky ker, që ka posedon, veç me po është mjaftushëm për ju. Une veç se u knaq ato e po edhe ju besoj qeni të u knaq. Po kalojmë te modeli i faceliftit që e ka ndru komplet dritat. Nuk i ka mo që i kam une laser light, po i ka snake eye. Këto janë syt e gjarpnit. Ku ta shini këtë kërën pasqyre, doni me liru rrugën se veç ka ju merë me veti. Ju hinë gepek edhe i thot, mirë homa qa po të mirita, doni misafir? Branikin e ka të emit, veç qa ka ndryshim ky kërë. Komplet fabrikisht është porositum para një viti. Veç një front lip e ka për para. Që une tash jom të ju qitë disa momentet kerit me poju, po ndërko edhe pju foli. Pas qërë të Batmanit po se po, dolim të fellnet. 22 inçken, edhe i ka shumë bukra emit. Është kërë gjigant. Unë pju kalzoj drejt. Para se me blejat BMW-n tem, e kom këshur qmimin e qëti, po hukon mega shtrajt. Edhe kom thonë Gaf, ule pak qmimin, ule se s'muna këto, nuk muj. Zbën njerë ky kërë, zbën. Kismet mas një 10 vjetë po, kur i bje qmimi. Përshkojmë mrapa, ku ky model X6 më pëlqen ekstrem shumë. Përshkojmë mrapa dhe pju tregoj kështu se qysh dogot, veç këshyrni. Ta beja di ka Gjermanis, nuk e di ky qytet LB cili qytet i bje, po për krejt njerës që jetojnë qëtë qytet, i përshëndesim. A i përshëndesim, Adem? I përshëndesim. Respekte për gjithë. Ama, jo veç për këta. Për krejt shqiptarët kudo që jetojnë në për Evropë. Mu knaq njeri, kur ti shek këto kere që kanë bo shqiptarët në tona onë të botës, se qenë të përparu, mu knaq brezana, mu të knaq, valla po. Për shembull mu, po më bje mundësia me pa këtë kere live, me hypën to e pa marrë parasysh me bo video, veç pëse është Shqipe. Ti shkon dikush i jashtit, s'kish bo kjo pun. Ama, peshini. Po para se me him rena mi u kalzu interiorin, nuk e din do shta disa prej juve keni me thonë që modelet e kalum të BMW-s janë kanë shumë ma të bukra kom një shumë abete për serien e 7 modelit që ka dështu ajo seri shumë pa lidhje, po kur peshin një live atë kërë është tjetër kategori pra s'dis. Po di që shpo muni mi thonë BMW-s ka dështu me kjerët me seriet e re. Zdështon BMW-a, zdështon, kur, hiq, harron një atë sen. Nuk ekziston dështimit e BMW-a. Vesh pjo qeli dherë në mrapa me pose. Ku kam shel? Ku e kam qelsin? T'ju tregoj edhe qelsin. Hina dhe mrena. O ti jo? Po hin. Hina. Bore, jash. Qa botë si ka luta e një mirë. Prit dalë për po. Jash sa koka. E këto qa janë për me mush telefon. Ova! Ku jeni more? Qa bën e Gaf? Qyshini? A dullëm pak, ha? Këta qonë krytë e nalt e shë full panoram. E shë qilin, yjet. Besoj që edhe kjo, besoj që është edhe me LED edhe kjo, se facelifti e kom. Tavanin full Alcantara, me drita është. Pika pika, po valla, e ka gjomin vetë qashtu. Anash, veç kur ta shë, e ki zërimin, edhe këtu një. Zërimin e keni Bowers Wilkins njëtësin BMW teme, po interiori i këti kere është këtë ndryshe prej BMW-s series të kalum. Dhe këto dhe qysh? Po të këshuja i ka rypat e emit. Me ngjyrat e emit. Për para mi u tregu se qëfar ullë se ka, i ka full M. Qënë lemon e emit.
brutal kerbres, po di moti s'kom pa kerb ma bish. Komplet karbon fiber i ka këto materialet, si shpeshini. Edhe këto LED-i i ri i BMW-s në facelift ku përdorët. Volonin e ka, po m'doket se, po jo po m'doket, po i njëjti versionove, shpak e ka ndryshu. Edhe komplet instrument tabelën e ka ndryshu. Po tash edhe pak e shihni kur t'ja bëjmë një xhiro. Po çka nuk më pëlqen, Adem? Çka s'm pëlqen te që kjo BMW se çka kanë bo me njoqin ja kanë bo që kaq. BMW e kit vogël me njoqin, pse e kit vogël? Qëra? Për mi andru shpejtësin qëra që kanë bo. Një pik, a e du e bo? Kristal, që kjo është. Pse ashtu? Që? Po s'di pse e kanë bo, apo shet në kamerë? Shumë pak prit. Do më thënë kjo është zdi, s'kom komend pse e kanë bo që të sen. Vesh që kjo sens po më pëlqen, për ndryshe. Nashta më dok pak ma clean bre, adin ma drejt. Pa e farë klini bre, një pikë sen, diqysh tup. O, ku shkoj me njoqi? Po, për ndryshe edhe start stopin, për me dhe skerin, e kanë qitë butonin këtu. Normal, shumica e BMW-a, jo shumica, po 99% që këtu e kanë, po seria e re, e ja pas kanë zavendësu start butonin prej këtu, e kanë qitë këtu. Prej atyshit. Po. Ndezin e kerit s'kana me bo një herë, e bëjmë tani. Po për ndryshe kerjo komplet full. Full, me masazhe, me tona. I ka masazhen e tonat. Edhe knej carbon fiber. Knej LED ka, qas ka këj kerë. M60i. Nëse folim për opcionit e këti keri, krejti ka, gjitha. Qka nuk ka, krejti ka, nuk i mungon kur gjo. Distance control ka, 360 shkall kamera ka, frenon vet, parkohet vet, autopilot ka, line assist ka, blind spot ka. Po për ndryshe, a kisha mujt unë me ndryshu diçka këtë kerë, se unë e gjithmonë keret fabrikisht kur thëm muj mi bot diçka. Ama të ky, hajde ta këshyrim edhe njerë heca dhe mafër. Qka s'po, a i ka pragat, si pas ka pragat, a? Qa, a veshe i gjitha diçka. Pragat, i bjen këto lips, side skirtsat. Mu në mjaqit, edhe, hajde Adem, ndoshta, jo ndoshta po, edhe e kisha ull. E kisha ull pak këtë kërë, me një jem. Edhe që difuzer, poshtë, sharkat, nëse kish pas në e farë difuzer tjetër të këti keri, ja kisha këshyr, po dhe që këj i bukur, po vesh nëse ja kisha bot zi krejt, ose difuzer ja kisha ndru me sharka, pak ma jegër mu tokë. Po si jom sigurt a ka, për ndryshe edhe që të spojler. Edhe që të spojler të zi ja kisha bo. Edhe tavanin komplet zi. A veshe i gjeta, pa sharoft, shumë be, Adem qon jo, ajo mi fort. Për ndryshe edhe të miloj ka djem. Tash po dalin vesh po him rena dhe ta dhezi ri Adem ti qëtu që. Hajde. Qëtu ri, pe dhezi edhe ngojeni se vëteqi qëfar zhurme ka. Normal kjo është krejt stok, s'keni me pas në qëfar zhurme diçka ku me diçka, po paka shumë mundeni me vrejt që është vëtet. Edhe motorin kena mja qelë, mos të harrojmë. Qudok, besoj që mirë. Zoni fabrikisht është, s'ka diçka, normal kjo kerë zbon mu prek, se vesh 25.000 kalumi e i ka. Vesh 25.000. Hajde dhe një 30.000 t'ja kalon pronari edhe mas 30.000 në shkojnë t'a bon full cev. Hajde ta qeli motorin. Inxhinieri në max. Masterpiece. Veç imagjino Adem, që ky motor me kap, me qu që atje. Bam! A din që ka bëhet, more, a din, more. S'po me paramenu. Hajde ikëm me bëjmë një gjiro. Edhe Nissan.
E ftof kafën e nxen kafën. E ftof longin e nxen longin. Një gjithashtu edhe këtu. Diçka që mua mungon BMW teme, se unë e pi shumë pi ujë. Ujnë zakonisht që kjo ta ftof, koqa ta ftof. Po, shnosh kofshim. Kismet BMW-s tem duna mja qitë qëto rypa, gjithë qysh urgent. Duna ka mja ndru, ja ndrojna. Full panoram, që kjo nisa një bukur, ademi i bukur për mas, tu e këshyrë, adem që po doket. Klutna, ha? Po dolim dhe në autostrat, tja bëjmë një gjirove, shta shojmë qfar force ka ky, ku. 750 Nm, shikus në ndërua rikish, 535, vëtet benzin. Pak të na benzina është e dop, po s'kemi qa me bo. Peshty me qëtë benzin. Që ju thash djem, e ka instrument tabelen komplet ndryshe. Që kjo është ma e reja e faceliftit. Ski, brutal. Kja këqyrim do opsione mërë këtu qysh është. Qyrë sa bukur e pas kanë bo. Shumë ju avajnë e fort. Ekstrem bukur e pas kanë bo. Kemi taq. Krejt me taqe me krejta, po. Po. Qere. Ja, kuj 100.000 sene i pas ka da e zdin ku me hi njeri këtu. A i ka ta pest ku me këshirë? Ka. Hajtë që tja? Qe, ja gjetën. O, 535 nuk penal, ej. O, sot. Aeroplano shok. Ski doj aeroplan pa sharop. Ej, edhe nalt jena edhe ty qysh non stop po të manë të pështetën. Brutal. A e mosin paka shumë 100-200 sa e bon. A e din për afërsisht sa e ka? Me benzin Kosovës 12, mos e ka ma pak. 17. 100-200. A biqesi me BMW teme? Mos e ta kaloj. Jo, i ronë shumë, 2500 kila i ka edhe skod jam qërë non-stop 535. Hiq nuk o të ira, hiq sot të ira, doj, s'ka 240 km 535. S'po din mu nol. Une po bona i drejt. Në BMW teme i hupin 5 paka shumë. I bjen, nuk e mon non-stop në 500. O, i kalzova dhe sa 5 i kom. S'ka dojtë. Shumë ekstrem i fort. Sa litra bjarë gjonë qëtash? Qëtësh. Dush, valla. Sa litra, sa dush, o do e pi benzinën. 16 litra për momentin. Ama jo, qëfar kjo është average, sa i ka bo. Mja qitë që tash, është tjetër muhabet. Se kena mundu shumë. Jo, dhe. Qebe sot? A, po, sot. Që, vesh sot 22 litra. Qka bon fabrika s'bon kërkush. 99% e zonit vëteqit ja kanë msheli. Bravo ju koft, BMW. Tash jena tu këthy apet në autostrat, po jena tu shku është Tenalze. Ta shojmë Tenalze se qfar fuqie e ka. Apo
Dalon në djatha, del sot. Kur po del, a del mas një jave. Ja, se ka për kut. Ma shumë se 251 km nuk po shkojke, po na din 200 e provum edhe po hec brutal. Ky kër me bo mos me hec, s'ka kuptim. 535 stok, V8, 4.4, benzin, 750 Nm. Ky taj veç a ka rrugë për këto, se ky s'din munal. S'din. 10.000 lojka t'jem, mos haroni, 10.000, 10.00. Njerëz, edhe qëtu po du me përfundu videon, kështu që ju mos haroni mi bo 10.000 lojka deri këtu, edhe tani po vazhdojmë. Bum vë!